Atëherë mirëmbrëma të gjithëve, faleminderit që keni ardhur në këtë konferencë zyrtare për mediat kombëtare shqiptare këtu në stadiumin Air Albania. Jemi këtu si zakonisht me trajnerin Silvinjo, ndërkohë që sot do të kemi edhe mbrojtësin Arlinda Jeti, i cili do të jetë përpara gazetarëve për të përgjigjur pyetjeve. Keni parasysh që konferenca do të zgjasë 30 minuta, sipas kohës përcaktuar, ndërkohë që gazetarët që do marrin fjalën do kenë të drejtë të bëjnë vetëm një pyetje. Do të fillojmë me Ajetin dhe më pas do ta lëmë të lirë Ajetin bashkohet me ekipin, ne do të vijojmë me trajnerin Silvinjo. Atëherë pyetja e parë Endrica Ugu Topoklan. Atëherë Arlind, je nga më veteranët e këtij grupi. Mund të kujtojmë që je nga të paktët që kanë mbetur nga Euro 2016. Çfarë duhet i japësh ekipit, çfarë duhet i japësh shokëve tu, një shtys që nesër të arrijmë një fitore tjetër të rëndësishme dhe ndoshta të ndërrojmë edhe për botrorin. Vi ste jeden z veteranů jakoby tohle z toho týmu. Co si myslíte jakoby o tom, že jak máme šance, aby jsme si na to mistrovství světa postoupili? Je nga më veteranët e këtij grupi, Arlind. Kujtojmë që ke qenë nga ata që e kualifikove në Euro 2016, arritëm dhe 2024-ën. Çfarë duhet bëj ekipi që ta afrohet edhe me botrorin e 2026-s për arsye se Liga e Kombeve ta jep dhe këtë mundësi? Besoj kemi gjithë cilësitë e duhur që të arrijmë edhe kualifikimin në botror, po është rrugë e gjatë. Besoj nëse gjithë mundohemi me dha maksimumin dhe lëm shpirtin për kombëtarën, do arrijmë edhe atë. Myslím si, že máme jakoby dost kvality na to, aby jsme mohli postoupit na mistrovství světa. Když budeme se snažit dávat prostě všech do toho a když všichni prostě jako jedno tělo budeme, tak uspějeme. Arlind, Elvis Regja, Supersport. Kë ekip do shohim nesër? Atë të ndeshjes në Prag apo atë të ndeshjes në Tbilisi? Dhe e dyta, keni një mesazh për tifozët? Ptá se, který mužstvo budeme zítra sledovat? To, co hrálo v Praze, nebo to, co hrálo v Gruzii? Po, mesazhe për tifozët, bëjmë thirrje gjithë tifozët që të respektojmë himnin nesër në Çekis dhe të tregojmë nga një anë të mirë, pavarësisht se çfarë ka ndodhur në Çeki, ne të tregojmë anën e mirë tonë. Druhá otázka byla, jakoby, jaký máte vzkaz pro fanoušky. Říká, že budu rád a její vzkaz je, aby fanoušky prostě nás fandili plně a respektovali českou hymnu. Pjesa e parë e pyetjes, shpresoj që ta shohim ekipin që ishte në Gjergji, po e dim gjithë që është një ndeshje shumë e vështirë, e dim cilësitë e Çekis dhe jemi përgatitur mirë dhe shpresojmë që nesër t'ja dalim me 3 pikë. Samozřejmě ty první otázce chceme se představovat jako v Gruzii, známe určitou kvalitu soupeře a budeme dělat maximum pro to, aby jsme zítra uspěli jako v Gruzii. Arlinda Jeti, përshëndetje, Janos Kashore dhe Televizion Shqiptar. Në ndeshjen e fundit në Prag, Çori bëri diferencën, por nuk është përballur me ty akoma në mbrojtje. Çfarë prike do t'i rezervosh armës më të fortë që ka Çekia përpara? V první zápase v Česku Chori udělal velmi dobrý dojem a velké představení, ale neměl tu možnost nebo neutkal se s tebou. Jako budeš zítra, jakoby, jak se na něho zítra těšíš? Po, Çori ka bërë një ndeshje shumë mirë, ka qenë shumë i lojtar i rëndësishëm për Çekin. Fizikisht është afër 2 metër dhe është shumë vështirë ta ndalësh. Shpresoj nesër t'ja dalim në mbrojtje për mos shënoj gol. Je pravda, že v Česku hrál velmi dobrý zápas, je to velmi kvalitní hráč, míří přes skoro 2 metry. Věřím, že udělá maximum, aby zítra ho zastavil, aby neskoroval. Krizi Seatari, Panorama Sport.
Ajeti, vim mbas Europianit dhe normalisht ekipi është më i rritur nga eksperienca. Po dua të pyes në lidhje me Ligën e Kombeve. Sa e vështirë është ngjitja në Ligën A, sa e arritshme është qëndrimi në Ligën B dhe sa e rrezikshme është një rënje në Ligën C? Máme za sebou mistrovství Evropy po určitém úspěchu a jaká je Liga národa je úplně jiná, jak je postup do skupiny A, jak je sestup do skupiny B a jak je další sestup do skupiny C jako. Po janë gjithat mundur në futboll. Po ne prap unë besoj dhe besoj në ekip, besoj në cilësitë e çdo lojtarit dhe normalisht që na synojmë të marrim vendin e parë, të fitojmë këto dy ndeshje dhe të marrim vendin e parë, po sigurisht gjithçka është e mundur, po me cilësinë që e kemi, unë besoj që nuk do vim. Ve fotbale je všechno možný. Já věřím, že prostě kvality, které máme, bychom měli jako uspět, ale opakuji, že ve fotbale je všechno možný. Përshëndetje, Ernest Koçi, Report Televizion, para sukses edhe dytë Arlind në kualifikuesit e Europianit, në një ndeshje delikate fituam 3-0 me Çekin. E sheh grupin gjendje sërish ta përsëris atë sukses. V první řadě dovolte mi gratulovat. Před šampionátem evropským jsme uspěli 3-0 tedy s Českem. Myslíte, že zítra je reálně, aby jsme opakovali tohleto vítězství? Po, normalisht besojmë që mund t'ja dalim prap, edhe pse është një ndeshje tjetër. Çdo ndeshje fillon nga 0-0 dhe ne i kemi prap kualitetin dhe cilësinë për të marrë prap një rezultat pozitiv. Shpresojmë t'ja dalim. Ano, je to pravda, věřím tomu, že zítra jakoby mohli bychom uspět, vzpomínám na ten výsledek a zítra věřím, že máme tu kvalitu, aby jsme uspěli. Altin Sulqa, Max Sport. Cili është Chelsea dhe metamorfoza që pëson me ekipin kombëtar? Është diçka që ju jepni një performancë shkëlqyer. Ku e gjeni këtë lloj formule që e zbatoni në fushë? Jaký je klíč úspěchu jakoby, a vaše představení jako na hřiště? Kde najdete jakoby, tu motivaci a tu sílu, že se takhle jako výborně představujete? Pyetja ishte cila është formula dhe sekreti që me ekipin kombëtar gjithnjë jep një performancë nivelit lartë. Formula nuk di çfarë them, po ndjenja në kombëtare është gjithmonë ndryshe. Të jesh pjesë e kombëtarës është diçka shumë e veçantë dhe vetëm ata që janë pjesë e dinë. Dhe prandaj edhe në fushë hym ndryshe si sa në ekip. Ajo është sipas meje një gjë shumë normale dhe unë sa herë që jam këtu e ndjej atë. Neumím vám říct, jaká je přesně formula, ale dokážu vám říct, že prostě, že pro nároďák a city, které jsou jakoby spojeny s národním mužstvem, jsou to prostě úplně jiný. Takže jako tu motivaci, kterou mám, je obrovská, jako, abych ty výkony podával. Dobrý večer, otázka. Arlind hraje v Bodrumsporu s Ondrou Čelůstkou, tak jestli se nějak jako před zápasem špičkovali, nebo těch zápasů s Českem už je tolik, že je to pro něj familiární zápas po páté za 3 roky proti Česku. Ještě jedno tu poslední fázi, nerozuměl jsem tomu. Arlindi loz me Čelůstken, një nga lojtarët çek, kanë pasur mundësi që të diskutojnë me njëri tjetrin dhe si e shef situatën, Çekia me Shqipërinë po ndeshet shumë herë. Po kemi folur edhe për këtë ndeshje. Normalisht ai dëshiron që të fiton Çekia, ne dojmë fitojmë ne, po to shohim nesër. Ano, bavili jsme se spolu o tom, samozřejmě jeho přání, aby vyhrálo Česko a moje přání, aby vyhrálo Albania, každopádně uvidíme to zítra. Mirë, kjo është e pyetja e fundit për Ajetin. Tash do ta lënë të lirë të bashkohet me ekipin. Faleminderit Arlit. Ne do të vazhdojmë. Последняя otázka, takže trenerin. Pokračujeme s trenérem.
Atëherë mister Endrit Sauku, të Voklan. Kjo ndeshje me Çekin duke e parë që është më lart në renditje, duket më e rëndësishme në krahasim atë me Ukrainën, edhe pse është përpara. Këtu domosdoshmërisht na duhet fitore. Si e ke karikuar ekipin që ti marrim këto 3 pikë që na duan si jetë vdekje? Siccome la Cechia è al primo posto, sembra che questa partita è più importante della seconda contro l'Ucraina. Come lei avete ormai noi dobbiamo vincere questa partita. Come lei avete motivato la squadra prima di entrare nel campo? Farò un albanese italiano, percendenti a tutti. Buonasera a tutti, prima di tutto rispetto a questo calciatore qua, Yeti ha fatto 2 europeo, è un calciatore che veramente, come tanti che abbiamo noi, va al campo e fanno tutto, ci provano tutto, ha fatto un europeo molto bello, cioè, come tanti di nostri. Quanto riguarda la domanda, ma guarda, sempre la prossima gara è la più importante, certamente, anche se fosse l'inverso. Certamente che la prossima gara è molto importante, loro hanno vantaggio di 1 punto in avanti da tutti nei gironi. Abbiamo detto che questo è un girone molto duro e difficile, infatti se non è il più difficile è un di loro, siamo lì tutto molto 7, 6, 6, 4, può succedere tutto. Dobbiamo andare al campo domani a 100%, c'è una buona possibilità se noi facciamo 100%. Importante il nostro pubblico, il vantaggio che abbiamo è giocare a casa, loro hanno 1 punto in più, noi abbiamo i nostri agenti. Quella è la differenza in questo momento, la prossima gara è la più importante. Me mbrëma gjithve, fillimisht respekt shumë të madh për Ajetin, një lojtar si shumë për lojtarëve tanë që ne kemi, që bëjnë çdo gjë, japin maksimumin në fushë, një lojtar i shkëlqyer që ka bërë 2 europian shumë të mirë me ekipin. Mendoj se gjithmonë ndeshja e radhës është ajo më e vështira edhe është më e rëndësishme. Do ishte e kundërta njëjta gjë nëse do të luanim ndaj Ukrainës, ajo do të ishte ndeshja më e rëndësishme. Ata kanë një avantazh të vogël, duke qenë se kanë një pikë më tepër, por siç e kam thënë më përpara, grupi është shumë i vështirë, ekuilibruar, jemi afër me pikët, dikush ka 6 pikë, dikush 7, dikush 4 pikë dhe mund të ndodhë çdo gjë në këtë grup. Nesër ne duhet futemi për të dhënë 100% tonë në fushë, nëse duam të marrim një rezultat të mirë. Kemi një mini avantazh të vogël, qoftë sa ata kanë një pikë ekstra, ne kemi një avantazh duke qenë se luajmë para publikut ton, para njerëzve tanë dhe stadiumi është i joni. Ky mund të jetë avantazhi që ne mund të kemi. Direkt pyetje. Mister, përshëndetje. Përshëndetje. Elvis Regja, Supersport. Në epokën tuaj, mund të themi që Çekia është një ndeshje derbi, duke qenë se jemi ndeshur më shpesh dhe njihni më mirë në fushën e lojës. Çfarë ndeshje do të shohim nesër, çfarë skuadre, a do të jemi agresiv apo do të jemi në pritje? Mund na tregosh pak nga strategjia që do të kemi nesër? Contro la Cechia adesso durante tutto il tempo che lei è stato allenatore sembra come un derby perché abbiamo giocato tante volte. Quale squadra, quale tipo di gioco vedremo domani? Sarà una squadra aggressiva o che schema usate lei per la partita? È giusto, Përshëndetje. È giusto e la squadra che forse giochiamo di più in questi 2 anni che siamo qua, meno ancora. Abbiamo vinto una, abbiamo perso un'altra, abbiamo pareggiato e domani può succedere tutto. Loro sono forti, è una squadra fisica, abbiamo detto già da tanti anni fa, già o tante gare indietro. Suo allenatore, chiedo scusa, è molto intelligente, ha fatto 3-4 cambiamenti, la squadra è un po' diversa, gioca a 4. C'è un calciatore in più centrocampo, Sul che è un grandissimo calciatore, c'è un altro centrocampista, Cervi, che dà molto equilibrio a questa squadra, Hoslek, Cerny, Provod, dopo sono tanti calciatori forti, fisico. Noi dobbiamo andare forte sul nostro gioco. Il nostro gioco abbiamo qualità tecnica, abbiamo organizzazione tattica, ma lasci stare tutto quello, dobbiamo andare al campo domani con tutto quello, anche molta anima e molto cuore, è quello che ci può fare la differenza.
është e drejtë, është skuadra me cilën kemi luajtur më shumë në këto ndeshjet, në këto 2 vitet e fundit, kemi pësuar një humbje, kemi barazuar edhe kemi fituar. Është një skuadër, siç e kam thënë më përpara, shumë e fortë edhe fizikisht shumë lart. Trajneri i tyre është një trajner shumë inteligjent, herën e fundit ka bërë 3-4 ndryshime, por ata kanë dhe lojtarë shumë të mirë nga cilësitë teknike dhe fizike, si Sulk, Çerni, cili jep ekuilibër skuadrës, Hozlek, Provod, janë lojtarë fizikisht shumë mirë, por ne do të mundohemi ne do të futemi në fushë me fort me lojën tonë, që kemi cilësi të mira teknike dhe organizim shumë të mirë, por gjithmonë duke u futur me zemër dhe me shpirt që të bëjmë një lojë shumë të mirë. Mr. Përshëndetje, Enos Kaqër dhe Sh Sport. Gjithmonë kemi luajtur me një qendërsulmues tipik në të gjitha ndeshjet ku ju jeni në detyrë. Tani kemi një dualitet sepse Uzuni vjen me një kartë vizit për shumë golash në La Liga 2. A është kjo Shqipëri dhe vetë tekniku Silvinho i gatshëm të humbas ca centimetra për më shumë thellësi? Sempre noi abbiamo giocato con un 9 tipico, ma adesso che viene Uzuni che ha fatto tanti gol nella Liga 2 e il tempo che lei come allenatore, Albania come una squadra perde un po' di centimetro per andare un po' più dentro? Përshëndetje. Buona domanda. Noi dobbiamo vedere, abbiamo ancora un allenamento, 2-3 calciatori, forse 2. C'è qualcun problema fisico, è poco, ma dobbiamo vedere. Non è Uzuni. Uzuni è un calciatore, è vero, Uzuni è un calciatore che è vero, lui non è un punto, non un 9, è un 8,5 per dire, è un calciatore, è un secondo attaccante di velocità, di spazio, attacca molto bene di spazio, dentro l'area lui segna, è un calciatore che a noi interessa tantissimo. Domani dobbiamo capire la migliore formazione per giocare contro di loro. Vediamo, abbiamo 2-3 possibilità, domani ci parliamo, anche da vedere 2 calciatori che non è forse a 100%. Një pyetje shumë e mirë, do duhet ta shohim, ne kemi edhe një stërvitje tash pas një stërvitje të fundit, do duhet të shohim edhe 2-3 lojtarë të cilët kanë pasur probleme të vogla fizike, nuk është Uzuni një nga ato lojtarë. Uzuni në fakt nuk është një sulmues tipik 9, do thoja një 8.5, është më shumë një sulmues i dytë, por që ka shumë shpejtësi edhe arrin të shënoj kur gjen hapësirë. Është një sulmues i cili na intereson shumë, por nesër do të arrim ta kuptojmë më mirë, duke qenë se do duhet bëjmë, kemi 2-3 mundësi që të cilat mund t'i përdorim edhe nesër do të marrim një vendim për formacionin me cilën do të nisim. Enrico Gaba, Euronews. Mister, dukemi se jemi në një pikë ku më tepër se ti druhemi në një farë mënyrë forcës kundërshtari, ndoshta duhet ti druhemi ekipit ton për arsye nga më të ndryshmet, së pari për presionin, por ndoshta edhe së dyti sa i përket dëmtimeve. Jemi në të njëjtin konstatim apo është diçka ndryshe? Faleminderit. Domani è una partita che forse non dobbiamo avere paura dell'avversario, ma della nostra squadra per l'impressione e anche per gli infortuni che abbiamo. Avete lei la stessa impressione? Përshëndetje. È migliorato tanto, No? Devo fare un passaggio in avanti. Quanto riguarda i calciatori che sono infortunati, poi certo, abbiamo noi, ma anche loro. È un momento, mi ricordo, non so, 2 o 3 mesi fa l'ho detto, un momento difficile. Dopo un europeo, tanti calciatori hanno fatto poche vacanze, arrivano, ma non ne siamo noi, siamo tutti, tanti nazionali hanno perso tanti calciatori. Io sono contento con i calciatori che abbiamo, ho tanta fiducia in loro, il nostro rapporto è quello, sincero, dobbiamo andare al campo e fare il 100% tutte le volte. Non penso che dobbiamo avere paura della gara o dell'avversario, no, anzi, dobbiamo andare al campo e dare tutto, 100%, loro sono convinto di quello e non c'è altra, poi non c'è niente da lamentare, anzi sono contento di tutti loro sono in grado di andare domani fuori e fare una bellissima gara, magari possiamo in 90 minuti fare le migliori gara degli ultimi 2 anni.
Mbase 90 minutat që do të luajmë nesër mund të bëjmë një nga ndeshjet më të mira të vitit të fundit. Nuk është momenti për t'u ankuar, të gjithë lojtarët janë në gjendje për dalë dhe për dhënë 100% e tyre në fushë. E kam thënë edhe më përpara që pas Europianit është një periudhë e vështirë, duke qenë se pas Europianit të gjitha kombëtarët kanë humbur disa lojtarë, kanë pasur dëmtime, edhe Çekia po ashtu ka lojtarë të dëmtuar, duke qenë se pas Europianit lojtarët nuk kanë pasur mundësi të bëjnë shumë pushime dhe të rikuperohen në kohë, por unë jam i lumtur me lojtarët që kam besim të ata lojtarë dhe ne do të futemi për të dhënë 100% tonë në fushë dhe nuk mendoj që duhet të kemi frikë ndaj kundërshtarit, nuk ka një frikë ndaj kundërshtarit apo ndaj ndeshjes, por hym në fushë për të dhënë 100%. Hola, mister. Shqipësi se athari, Panorama Sport. Pyetja që do t'ju bëj është, ju sheson fakti që 5 lojtarë rrezikojnë pezullimin për shkak të kartonave të verdh dhe ndërto jeni edhe ju që keni marrë një karton në ndeshjen me Çekin. Ci sono 5 giocatori affidati con il cartellino giallo. Anche lei è uno di lei è preoccupato per questa stagione? Hola, Cris. Pues me preguntaste en español, te voy percendiente. No, io sono preoccupato solo per la gara. E quanto riguarda la gara, è la gara che tutti i calciatori vogliono saltare al campo. 25.000 persone. Ripeto che il presidente mi dice che è 22, ma io penso che entrano 25.000. È la gara bella, è la buona di andare, saltare il campo e giocare. Io sono convinto che i calciatori vanno lì, lasci stare, diffidato, no, non dobbiamo pensare in niente. La prossima gara, Repubblica Ceca a casa, domani 20:45 dobbiamo andare forti. Io sono convinto che il calciatore già non vede l'ora di saltare al campo. Abbiamo i nostri agenti, appoggio, il supporto di tutto un paese, poi andare fuori a giocare è bellissimo. Quanto riguarda me, no, io ho diffidato anche preoccupa di meno. Jo, nuk jam as pak i shqetësuar për shkak të kartonit të verdh, dhe njëjta gjë vlen edhe për kartonat e lojtarëve, nuk ka rëndësi në këtë rast, sepse më shumë jam i shqetësuar për ndeshjen dhe çfarë lloj ndeshje do të bëjmë, duke qenë se kemi shumë tifozë, 22.000 tifozë, pavarësisht se presidenti mua më thotë që janë 22.000, po mendoj që vinë më tepër. Do jetë një ndeshje e bukur për të shijuar. Nesër në orën 20:45 do të luajmë, do të shkojmë, do të futemi me motivim për të bërë një ndeshje të mirë. Lojtarët e shikoj që mezi presin për të hyrë në fushë, kështu që nuk ka as pak shqetësim për sa i përket kartonëve. Rosal Blika Koajon. Mister, në vitin e kaluar fituam 13-0 dhe hapëm rrugën e kualifikimit drejt Europianit. Si e shihni rivalin krahasim me edicionin e kaluar? Është më i fortë apo më i dobët? L'anno scorso abbiamo vinto 3-0 e così ha iniziato il nostro passaggio di qualificare all'Europeo. Oggi come vedi l'avversario? Precedenti. Ogni gara, Aieti anche l'ha detto, ogni gara è diversa di una dall'altra. Anche poco tempo fa abbiamo perso una gara a Praga. È diverso, è molto diverso. A me mi sembra per l'esperienza che sono gare che lì al dettaglio si deve curare tutto il momento, piccole cose, grandi, poi da fare una bella gara, un livello di attenzione, di concentrazione altissimo, esigi, questa gara esigi, è fisico, è tattico, è tecnica, ma ti esigi di più a livello di concentrazione, molto di più, che deve andare 90 minuti ma con gli occhi aperti, loro ci sono, da provare e andare fuori, è giusto, noi già abbiamo fatto 3 gare contro di loro, praticamente c'è un derby, ma non c'entra niente, adesso domani è completamente diverso, magari possiamo andare forte al campo e provarci di tutto, a 100%. Është një ndeshje e ndryshme ajo e nesërmja, por ne do të futemi fort në fushë për të bërë 100% tonë. E tha edhe Ajeti më përpara që çdo ndeshje është ndryshe, ne humbëm në Prag në ndeshjen e parë, por çdo gjë është ndryshe në secilën ndeshje.
duket sikur tashmë ne kemi luajtur shumë ndeshje me ta, duket sikur është bërë një lloj derbi tashmë, por mua më duket sikur kjo lloj ndeshje vendoset nga detaje shumë të vogla. Është një ndeshje që kërkon përqendrim shumë të lartë, edhe nga aspekti fizik dhe nga aspekti teknik dhe të kërkon vazhdimisht të jesh me sy të hapur. Por ne do të provojmë që të futemi fort në fushë për të marrë 100%. Mister, përshëndetje, Drilon Xhepollari, Euronews Albania. Në momentin që kombëtari e shikon veten në disavantazh, është në një blackout për goxha minuta. E keni ekzaminuar këtë problem, pse ndodh ky fenomen dhe a mendon se mund të ketë më tepër hapësirë në sulm për Uzunin duke sakrifikuar diçka në mesfush, pasi roli i tij dhe ndihet më mirë kur luan pas sulmuesit të dytë. Faleminderit. Io guardo Sabina. Se lei fa così, io ci provo a tradurre la domanda, ma lei, con il body language... Abbiamo visto che quando la squadra prese un gol ha un blackout. Cosa possiamo fare per evitare questo? Come gestirlo questo momento? E anche un'altra domanda per Uzuni. Siccome lui non preferisce tanto giocare come un secondo attaccante, sarà il momento per sacrificare qualcosa nel centrocampo così lui potrà avere più minuti? Bravo, bravo. È vero quanto riguarda Përshëndetje, è vero quanto riguarda il gol. Di solito succede, quando prendi un gol, il prossimo 4-5 minuti, tutte le squadre, ma la esperienza, il campo, un po' di pausa, un po' di esperienza, possiamo dire calla un po' la gara, bassa un po' il ritmo, riprende il gioco. Ho imparato, non posso dire anche di chi questo, perché sennò va tutto il mondo. Io ho fatto calciatore di tanti allenatori importanti. Dopo di iniziare una carriera, ho detto, aveva ragione quel signore. Anche praticamente l'esempio era, ci ti dà forte a uno, e quello è il momento che uno è un po' lì, fuori, poi attento, aspetta da gestire, ma tutto quello è giusto, è tecnico, è tattico, ma su tutto è da gestione del campo con l'esperienza. E noi dobbiamo migliorare, abbiamo sofferto tanto all'Europeo, è giusto la domanda. Quanto riguarda la seconda, è tattica, è giusta anche, Uzuni fa due, è giusto, di solito, è un secondo attaccante, io sono da scuola anche Coverciano, io ho imparato tanto con Olivieri che diceva un recattapalla, non un calciatore che è veloce, che è sempre indietro di un punta, di un riferimento. A Uzuni le piace tanto giocare così. Vediamo, c'è una possibilità, pensiamo e vediamo che è meglio per domani, ma più di quello là, da fare il calciatore sfruttare lo che ha di migliore il calciatore. Ricordate che Uzuni ha iniziato con noi come esterno, abbiamo visto insieme con lui che lui è dentro del campo, purtroppo, perché secondo me lui c'è un fisico da Madonna, è buonissimo, ma lui è dentro, dobbiamo rispettare la caratteristica del calciatore giusto. Scusa, lunga. Zakonisht kjo ndodh kur pëson një gol me të gjitha skuadrat, jo vetëm skuadrën tonë, 4-5 minutat e para ka një lloj ndodh një lloj blackouti, siç përdorët dhe ju këtë shprehje. Por këtu bën diferencën eksperjenca edhe fusha. Është e rëndësishme që pasi pëson një gol të qetësohesh, të ulësh ritmin edhe më pas të rinisësh lojën. Kam qenë lojtar i shumë trajnerëve të rëndësishëm përpara, kam luajtur dhe vetë dhe e kam kuptuar më vonë që në fakt pas kanë të drejtë trajnerët me këtë lloj, sepse krijohet ideja që do duhet të rikthehemi shumë fuqishëm me njëherë pasi pësojmë gol, por është momenti për të pritur, për të menaxhuar fushën me eksperiencë, edhe është e vërtetë sepse kemi vuajtur në këtë aspekt gjatë Europianit. Ndërkohë për sa i përket Uzunit, është e vërtetë që Uzuni bën më shumë rolin e sulmuesit të dytë, nga shkolla e Convercianos që unë kam fituar goxha eksperiencë, kemi mësuar në lidhje me cilësitë e një sulmuesi si Uzuni, i shpejt, që rri zakonisht pas sulmuesit të parë dhe krijon më shumë hapësirë dhe mundësi për të shënuar, por ekziston mundësia për ta përdorur për të shfrytzuar karakteristikat e lojtarit në këtë lloj aspekti. Ne do të mundohemi të marrim më të mirë nga ky lojtar. Ju rikujtoj që Uzuni e ka nisur me ne si sulmues ansor dhe më pas duke depërtuar pak më tepër brenda. Ka një super fizik shumë të mirë, por ngelet për të vlerësuar dhe për të parë çfarë do të zgjedhim nesër.
Mirë, atëherë kjo është edhe pyetja e fundit për shkak të kohës kufizuar. Ju falenderoj shumë për praninë dhe ju uroj gjithë mirë. Sabina oggi